Vajza e madhe punon në një fasoneri në Kruj. Me të ardhurat modeste përpiqet të mbajë në këmbë një familje të tërë. Ushqim, ilaçe, rroba, gjithçka varet prej saj. Të gjashtë jetojnë në një dhomë të vetme. Dritaret janë zëvendësuar me plasmas, erërat depërtojnë lirshëm, ndërsa fëmijët kanë kaluar dimrin midis shtëpisë dhe spitaleve. Në të njëjtën shati jetojnë edhe prindrit e moshuar të dashamirit, të pafuqishëm, me të ardhurat e një pensioni pleqërie, përpiqen të bëjnë diçka, por nuk mjafton. Ballkaneshi është pothuajse bosh, infrastrukturë nuk ka, resurset janë, por nuk shfrytëzohen dhe njerëzit ikin ose jetojnë në skajet mbijetesës. Rikon me për dramatizmet, e në me hilaqe janë për shatin, për prapë se prapë më vejnë. 75 vjeqe janë. Kjo familje është dorëzuar. Ata kërkojnë vetëm një mundësi për të jetuar me dinjitet, një derë që të hapet, një institucion që të kujtohet se ekzistojnë, një ndihmë që të vi para se të jetë shumë vonë. Historia e Dashamir Dokut nuk është vetëm histori varfërie, është një apel, një thirrje për ndërhyrje të menjëhershme për të shpëtuar një familje që ka humbur shpresën.